ti e njejt me kretë. Ajo friga mos e dita për merë malin, se po gjyshi po i thot ju shumë e veçan. Në anën tjetër baba, po unë jam rrit me dashni shumë të madhe prej të dyve, ka qenë shumë i ngritun, ka qenë me pozit, ka qenë shumë i rept me se cilin në familje. Unë kom qenë i vetëmi person që i kom thyt gjitha regullat e zakonshme, por për fat keq një vajzë që e kishin të vetëmen në ditët e para të lindjes ju ka ndru jetë dhe fëmiu i parë në gjithë familjen, se gjyshi ka pas qef shumë qik me pas, kom ardhon. Tani jam rrit në dashni shumë të madhe, pa kushte, andra ati ka qenë shkollimi im. Veç me u shkollu dhe dëgju si regullt imi ka qenë gjyshi, për dit. Dhe nuk më ka shqetsu gjatë ditëve të javës, po kohën kër kom shku në Gjakov e ka pas listën gati. Gjatë studime, po, e ditë, mos e mbyll programin me më vjen keq që erdhë fundi programit. Takojmë i nesër. Studimet e mija në AB. Unë nuk e di që shimbaj ke mend datat, orarin e provimit. Kur shkojsha me agjë, na i kemi thirë agjë gjithë gjyshin, i kam provimet në këtë datë. Ditën e provimit më bëjke telefonja e përgatit, një notë e mire jotja, një vjetë jetë për mu, gja që në fakt unë shumë notat mira kom pas, por nuk ja dull. Dhe kaq i kujdes shumë për ty, kaq i vëmendshëm, kaq mbështetës. Shumë mbështetës. Ndërkohë gjyshja, une edhe më ftyrë më duket i kom gja ma shumë gjyshes, e ka pas ndjeshmërinë, edhe dashnin e madhe për gjithë. Si une, si gjyshja, njerës të kemi dasht në gjitha ngjyrat, gjitha llojet, s'ka pas rëndësi kush është ose çfarë është. Na i kemi dasht njerës. Kemi dasht gjithmonë me pas shumë mysafir. Pra, kjo që jam sot, nuk është e rastishme. Faleminderit për këto kujtime, ndërkohë gjyshi nuk jeton më. Kjo është fotografia e momenteve të fundit, po. Jo, nuk jeton më. Në fakt, as gjyshja, as gjyshi. Kom mendu që s'ka me qene përbalushme, por po. Vazhdova, më ka arrit me fjallën që shdo që ndodhë situata, aqë, treni ecë. Disa hypin, disa zbresin, por karvani duhet me ecë edhe jam përmbajt. Forcen e kom gjithë shumë të madhe të Akili, 2 javë para se mi lind Akilin, mu më ka ndruje gjyshi. Akili për fat të mirë ose të keq nuk e di, ka lind shumë i urtë, shumë fëmi i urtë, edhe gjatë kohës sa Akili ishte në gjumë, unë isha gjatë gjithë kohës me mërzin e gjyshit, tani e kalova me Akilin. Aty e kuptova kur se harroj një dikush rrugës ma pa thënë, kjo është mesazhi ma i bukur që të ka dhonë Zoti, që unë edhe marë, por edhe japë. Si e kujton gjyshin sot? Qysh si e kujtoj? Në kuptimin, cilat janë momentet kur janë ndjenë mungesën, kur e kujton, sepse lidhja me gjyshin e jotja është shumë e gjatë, shumë e thellë, dhe duhet kaloj kohë që të mësohesh pa gjyshin. Me shkuarje në gjyshave të me, kanë shku edhe gjitha komplimentet që unë i kom një me za. Kur kom hyrë në shtëpitë e gjyshi, unë kom qenë ma e mira a shtëpis, bardha a shtëpis. Më thonë, kështu e kujton, me komplimente? Kështu e kujtoj, se prindi kom ma të rezervum, nuk janë që japin komplimente, kur në fakt, për pas datës 16 mars, kur e kom ditëlindjen, që isha disa mesazhe, janë ma të përmbajtur. Prindrit ashtu janë. E mungojnë të momentet e bukra tjetës, të sukseset, me i ndëgju ato fjallë. Kanë qenë përcaktuar në karakterin tënd? Jo, absolutisht. Unë ju kom pëlqy në çdo verzion. Se unë s'kom qenë aq e mirë sa më kam pa, po e mirë për ta kom qenë.